jemi në studio dashur miq. Besfort. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Besfort. Mirëmëngjes. Mirë se na edhe mos pit shumë shtëma. Pikë. E kemi vendos. Mirë se na erdhët. Dashur miq, jemi në studio me dy aktorë të njohur për të gjithë, ju besoj, të teatrit të Shkupit, janë Besforti dhe Ibrahimi, me cilë do të flasim për shfaqjen Ç'shkon mbrapsht, për të cilën do të na tregojnë detajet vetë ato. Na tregoni fillimisht, arritët të zgjoheni sot mëngjes rat se mbrëm deri vonë keni qenë në prova saj. Mbrëm së pari mirëmëngjes dhe ju faleminderit që na e bët të ftesë për të ardhur. Mirë, okay, shfaqja Shkon mbrapsht, ama jo programin të Shkon mbrapsht, Besfort. Dhe doja që t'ju falenderoj që përpiqeni për të na promovuar neve aktorët këtë në emër timin personal dhe në emër të teatrit shqiptar. Fol pak. Ibrahim? Sot është 14 marsi dhe është dita e verës. Unë doja t'ju auguroj të gjithë shqiptarëve ditën e verës dhe t'ju uroj shumë shëndet dhe shumë shëndet. Edhe fat, pse? Edhe fat. Po, Ibrahim? Uja kene? Jo, është ndalë mëngjes. Edhe tamam edhe ujë të t'japë. Ska ujë për ty. Ibrahim, shfaqja, në fakt kjo është një lloj improvizimi asaj që çfarë do të kenë mundësi të shohin, ata që do t'jem prezent, është shfaqje komedi dhe Besforti, si duket, qumshti që ka pinë mëngjes pak ka ndikuar, apo? Po, Okej. Ose mos lëviz më prej vendi. A kemi diçka për ta lidhë këtu? Lape? Ndim? Besfortit, nëse do mund t'i sillim do një gotë ujë? Po, pak ujë. Jo, asnjëherë. Prej qumshit ndalet, po edhe ujës do ndalë. Se nuk është mirë diçka. Do më thënë, bëhet fjalë për... Jo, kjo ishte më falni. Po, vetëm të vazhdoj me Ibrahim, tregona diçka rreth shfaqjes. Shfaqja është thjesht një shfaqje që shkon mbrapsht. Si emisioni për momentin nga Besforti. Jo, shfaqja është një shfaqje shumë serioze. Në bëhet fjalë për vrasjen në shtëpinë e Havreshamëve. Unë jam Cecil Havreshami dhe tentojnë të vrasin vllajën tim dhe më vonë më vrasin edhe mua. Është shfaqja e parë ku mua më vrasin dhe unë ndjem shumë krenar për këtë gjë, me që për herë të parë arrita në atë nivel timin profesional që unë të luaj vrasjen në skenë dhe të shoh se si është të vdesësh në skenë. Të bindesh që nuk është lehtë. Po, dhe të bindesh që nuk është lehtë të vdesësh në skenë. E ushtruat në mbrëm këtë para se të kemi? Jo, mjaftueshëm. Nuk ishim shumë kohë. Pyetja çka ishte? Harova. Për shfaqjen të na tregoni. Kush e ka realizuar të njëjtën? Është një regjisor nga Kosova, një regjisor i famshëm, Agon. Nuk e di nëse e keni dëgjuar një Agon. Regjisori mirë, është punon mjaft, është punëtor. Miftari e kam emrin, Agon Miftari është... Ibrahim, cili është roli që ti do të kesh në këtë shfaqje? Ibrahimi luaj. Okej, vazhdo. Unë luaj Perkinsin, cili është shërptori i shtëpisë Havreshamëve. Do më thonë shërptori i Besfortit në këtë rast. I vëllaut të Besfortit. Po, në shërptori im dhe është një nga ata personazhet kyç në shfaqje.
Sepse çdo herë kur duhet na sjell ndonjë pije apo ndonjë gjë që duhet ne ta vazhdojmë s'ke, ai e bën këtë. Dhe veç asaj është personi që çka po shih tjetër, që e ka mësuar gjithë tekstin, e din tekstin. Gjithë tekstin e din. Mandej jo ti Nuk vdes. nuk e di. Nuk vdes pak. Pak, a? Pak vdes. Është në prak të vdekjes. Po, është i mirë. I mirë. I mirë qenke, Ibrahimi, më rëndësi, në basi besorti ka thënë që i mirë qenke, definitivisht. Na tregoni pak, ku do të bëhet, në sa ora do të jetë premiera? Shfaqja do mbahet... Kur do mbahet? Që tregoj unë kër e keni shfaqen? Më duket që e kemi lënë për nesër, por ata që janë të interesuar mund të mos vinë, dhe mund të lirojmë vend për diken që ndonë të vije. Për ndryshe, për çudi kësaj radhe interesim nuk ka, dhe unë bëj apel të të gjithë ata të cilët janë dashamirë dhe ndjekës të artit tonë shqiptar dhe të kulturës tonë, që që të vinë sa më shpesh në teatr dhe të ndjekin të gjitha shfaqjet që ne i bëjmë. Okej. Shfaqja është nesër. Nesër, edhe në pas nesër e keni. Edhe pas nesër. Edhe pas nesër. Po, edhe në sa ora e keni. Dhe pastaj çdo të ejtë. Dhe pastaj çdo të ejtë. Repriz do të ke. Po. Ndërsa me 15-16 datën do të jenë premierat në Teatrin e Fëmijëve në Shkup, nëse nuk gaboj, vetëm orën e saktë apo të Ora nëse? 20. Ora 20. Do të thëtë 20 e gjys, 20:30. Do të keni kohë për të bërë pak edhe më tepër praktik gjatë ditës së sotme, provat e tuaja të vëndit që t'jeni mirë nesër. Pse prova? Pse qeshne? Po, kemi kohë që më tepër praktik, po, prova t'i bëni. Edhe sot, edhe, në fakt edhe aqë, edhe sot edhe aqë, mbaron, më. Nesër shfaqe. Nuk kemi më prova. Nuk keni më prova. Po. Aqë. Ibrahim, në trego të diçka, si ndjeshe në rolin të cilin të ta kesh për sipër, mbi supe në këtë natë. Ibrahim i thash besfarët. Ndjesha mirë. Si shërptori... Nuk e di besforti si ndjeshte këtë një shërptor si unë. Si ndjeshe besforti? Se unë përndyshe ndjesha mirë që isha shërptori familjes të Havershamve, edhe pse besforti vdes, unë prapë vazhdoj t'jem shërptori Havershamve. Edhe pas vdekjes? Edhe pas vdekjes besfortit. Po. Ti si ndjeshe në shërbimin e Ibrahimit? Unë ndjem mirë çdo herë kur jam në prani të Ibrahimit. Dhe çdo herë më pëlqen prezenca e tij, si në skenë ashtu dhe jashtë. Të thot Ibrahim ti s'mu marrë shfrim prej Më së miri ndjehem në skenë kur vdes, në momentin që vdes. Është një skenë që... Që Ibrahim? Që kështu, do thot, unë vdes dhe mandej këta tjerët vazhdojnë me skenët dhe aty është, mendoj, pika kulminante e shfaqjes, me që mbaron ajo tërësia e personazhit që mbaron roli ku është... Jo, nuk mbaron. Mbaron shfaqje. Mbaron pjesa e gjallë e personazhit, por personazhi im ka dhe një pjesë tjetër, pjesa e vdekur e tij, dhe është përsëritje? Jo, përsëritje. është një tërësi që rumbullaksohet aty në atë skenë.
Jeni në pritshmëri ndoshta të publikut të shumë që pritni të jetë prezent aty atë natë në premierë? Jo, nuk jemi në pritshmëri të publikut të shumët për arsye se në atë sallë ka vetëm 150 vende, ashtu që presim vetëm 150 njerëz. Inshallah mbushet 150 në fakt. Po, faleminderit për këtë urat. Dhe ne presim vetëm 150 njerëz që do t'i plotësojnë ato 150 vende. Ato 150 që Po ndryshe mos t'i harojmë edhe kolegë tjerë që luajnë në shfaqe. Po, kolegët tjerë që luajnë në shfaqe janë, nuk e di nëse i njihni, është një dritro, është... Kur s'pas kam dëgju për te, Pengashti. Nga Dibra është ai, është një aktor vërtet shumë i mirë, që krahas Ibrahimit, unë vërtet e kam kënaqësinë që ta kem pranë vetes. Mandej është edhe një fisnik. Një farë fisniku. Nuk e di nëse keni dëgjuar për të, është edhe Ademi, e njihni Ademi. Duket si njohë shumë pak. Mandej edhe Vjolca edhe Aida. Edhe Edhe Azdreni, edhe Azdreni. Azdreni, e njihni Azdreni. Në Gjorë që ka jetuar më parë. Adresën si e kishtë? Jo, tani jeton në tjetër vend. Është djali mirë. Djali mirë, mirë, stragan shpeheq. Jemi... Jeni. Faleminderit. Po, faleminderit edhe juve, një ekipe mirë. Gjithsesi jemi në përfundim të bisedës pothuajse, edhe pse Ullo, po pritet, falenderoj njerë që ishe në studio. Ishte një bisedë shumë e mirë dhe besoj që në këtë formë pak edhe ju para përgatitëm se çfarë duhet keni mundësi të ndiqni nesër pas nesër dhe nuk di nëse do të ketë vend më mirë, po me padurim pres shkoj t'i shoh. 15-16 është premiera. Mandej çdo të njëjtë do të ketë reprizë dhe në ora 20 në Teatrin e Fëmijëve pikërisht në Çarshinë e Vjetër të Shkupit jeni të ftuar të gjithë ju që doni të jeni pjesë së njëjtës. Po ashtu informacione tjera mund të merrni edhe në fanpage-in e tyre, po edhe në Facebook, në për rrjetet sociale të ndryshme, ku i keni ndoshta në mënyrë më të detajuar të gjitha. Është një shfaqje komedi ku ju mirëpresim të gjithë, apo jo? Faleminderit që ishit me ne. Po, faleminderit edhe juve për interesin. Faleminderit. Është faleminderit. Mund të rish ashtu. Ibrahim, mbaj pak. Mbaj, Ibrahim. Të dashur me që ishte biseda ku kam qesh më shumë të prej kur unë jam në program të mëngjesit, besoj të njëjtën edhe ju ta keni shijuar dhe kaluar. Tani do të ndjekim një rubrikë të re, cila vjen në kuadër të programit tonë, më humbim më tej për kohë, pas pak do të përcjellim edhe mysafirët tanë, është rubrika Çka ka me hangër. Dhe do të jetë në kuadër të programit mëngjesit. Ndjekim bashkë se çka ka me hangër sot dhe kthehemi me preferencat muzikore.